الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. Falëndrime dhe lavdratat I takojnë Allahu Gjelle Gjelaluhu, I cili në vazhdimëri na begaton me të mira të shumta. Salatet, selamet qofshin mbi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij, shokët e tij dhe gjithë muslimanët që pasojnë udhëzimin e tyre të ditën e gjykimit. Allahumma amin. Tha Allahu Gjelle Gjelaluhu në surën Hud, drejtuar Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, kadhalika naqussu alayka min anba'ir rusuli ma nuthabbitu bihi fuadak. Dhe kështu na ty të informojmë për ngjarjet e pejgamberëve para teje në mënyrë që ta forcojmë zemrën tënde dhe ta bëjmë zemrën tënde më të qëndrueshme. Dhe Allahu Gjelle Gjelaluhu në Kur'an pothuajse 1/3 e Kur'anit e ka shpall me ngjarje dhe histori të popujve të mëhershëm, në këtë mënyrë të jep mësim pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, të jep mësim shokëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe më pastaj muslimanëve deri ditën e Kiametit. Pse? Për shkak se historia përsërit vetën. Ngjarjet që ndodhin më herët janë të vazhdueshme, vetëm se njerëzit janë ndryshe. Vetëm se ata të cilët janë protagonistë të ngjarjeve janë persona tjerë, kurse ngjarja, fotografia është e njëjtë. Allahu Gjelle Gjelaluhu në Kur'an na përcjell një pjesë të një ngjarjes, ajo është Karuni me Musa alayhis salam. Apo gjendja e Karunit karshi popullit të tij. Do të mundohemi të lexojmë ajetet kuranore dhe pastaj të mundohemi të nxjerrim ndonjë dobi mësim për neve. Tha Allahu subhanahu wa taala: Inna Qaruna kana min qaumi Musa. Vini re për çdo fjalë, për çdo citat që Allah e ka cekë dhe ka shpall Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, kemi mësime vëllezër. Inna Qaruna kana min qaumi Musa fabagha alaihim. Qaruni ishte prej popullit të Musait alayhis salam. Fabagha alaihim. Mirpo ai ishte shtypës kundrejt tyre. Ishte I padrejt kundrejt tyre. Wa atainahu min al-kunuz ma inna mafatihahu latanu bil usbati ulul quwwa. Thot Allahu na I dhan atij pasuri aq shumë sa që një grup I fuqishëm prej njerëzve nuk mundnin t'i mbanin qelsat e depëve të Karunit. Jo pasurin, qelsat. Një grup prej njerëzve s'kan mund t'mi mbajt. Do më thonë pasuri ekstreme madhe. Begati ekstreme madhe. S'provon nga në Allahu subhanahu wa ta'ala. Idh qala lahu qaumuhu la tafrah inna Allaha la yuhibbul farihin. Dhe në kësi situate populli I tij I tha mos u gëzo shumë, mos ban çallëm shumë me këtë pasuri që ka e ke, për shkak se Allah nuk I do këto që gëzohen kështu. Karuni tha, këtë pasuri
që jam meritor me pas fitue. E kam fitu këtë pasuri me diturin time. Allah tha, na ja dham pasurin. Karuni tha, innama utituhu ala ilmin indi. Këtë pasuri e kam fitu për shkak dituris që e kam une. Për shkak se unë jam shumë i mençur. Dhe unë dhe e bo tregti shumë mirë. Dhe unë dhe e bo shqiblere shumë mirë. Dhe unë jam tregtar shumë i mençur. Dhe për shkak kësaj, unë e kam fitu këtë pasuri. E Allahu Gjelle Gjelaluhu e përmendi më lartë edhe njëherë se na ja dham pasurin. Para këtij ajeti kur Allahu vazhdim falni, populli i tij tha: "Wabtaghi fima ataka Allahu ad-dar al-akhirah." Me këtë pasuri që e ke, bane qëllim botën tjetër. Mundoju me pas qëllim botën tjetër. Wa ahsin kama ahsana Allahu ilejk. Ban mirë, qështë ka bot ty mirë Allahu. Wala tabghi al-fasada fil ardi inna Allaha la yuhibbu al-mufsidin. Dhe mos e ban nijet me bot çrregullim në tokë për shkak se Allahu nuk i do çrregulluesit. Për shkak se Allahu nuk i do çrregulluesit. Tha këtë pasuri e kam fitu vet. Këtë pasuri e kam fitu për shkak diturisë që e kam. Awalam ya'lam anna Allaha qad ahlaka min qablihi min al-qurun man huwa ashaddu minhu quwwa. Fata Allah subhanahu wa taala. A nuk e di Karuni se Allahu ka shkatru popuj para tij të cilët kanë qenë më të fuqishëm se ai. Edhe më shumë pasuri se Karuni. Wala yus'alu an dhunubihim al-mujrimun. S'kan më pyet për mëkatet e tyre keqbërësit. Fa kharaja ala qaumihi fi zinatihi. Tha Allahu, Karuni në ditë dul para popullit të tij me stori të shumta. Me stori të shumta. Qala alladhina yuriduna al-hayata ad-dunya ya layta lana mithla ma utiya Qarun innahu ladhu hadhin adhim. Tha Allahu subhanahu wa taala, kur e pa populli i tij, një grup prej popullit i cili kishte për qëllim knatësi të kësaj bote, tha, as sikur të na ish dhënë edhe neve çysh është dhënë Karunit. Me të vërtetë Karuni ka një pasuri të madhe, ka një hise të madhe të pasurisë në këtë botë. Dhe një grup tjetër që Allahu i cilësoi kështu: "Wa qala alladhina utul ilm." Dhe than ata të cilëve i është dhënë dituria. Po njerëz të mençur, çka kanë thënë? "Wa ilakum thawabullah." Thot Allah subhanahu wa taala, ata kanë thonë, mirë për juve, po shpërblimi i Allahut është më i mirë për atë i cili beson Allahun dhe bën punë të mira. Wala yulqaha illa sabirun, mirë po këto punë nuk i përfiton vetëm sa ata të cilët bëjnë sabër për hir të Allahut subhanahu wa taala. Thot Allah, fa khasafna bihi wa bidarihi al-ard. Dhe na e shembën atë në tokë, shtëpinë e tij, pasurinë e tij. Ka ardhur në hadith që Karuni prej asaj dite kur e ka shembëllon në tokë, edhe sot e sot, edhe deri në kiamet shkon te poshtë zjarr xhenemit. Allahu na ruaj. Thot Allah, fa khasafna bihi wa bidarihi al-ard fama kana lahu min fi'ati yansurunahu min dunillahi wa ma kana min al-muntasirin. Thot dhe nuk pat një grup që mundet me ndihmue Karunin. S'pat kush me ndihmue. Dhe nuk ishte prej të ndihmuarve. Tha Allah subhanahu wa taala, wa asbaha alladhina tamannaw makanahu bil ams yaquluna wayka anna Allah yabsutu ar-rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdir lawla amanna Allahu alayna la khasafa bina wa ka'annahu la yuflihu al-kafirun. Fa Allah subhanahu wa taala, ata të cilët dje kishin dëshirë që tu ipej edhe atyre ashtu siç i dhon Karunit, sot thanë, me të vërtetë Allahu i ja jep pasurinë, rrezikun, furnizimin ku i na don dhe ja cakton sa. Thot sikur Allahu mos na kish begatu neve, kish me na shembe edhe neve. Kish me na shkatru edhe neve. Allahu subhanahu wa ta'ala, laula amanna Allahu alejna la khasafa bina wa ka'annahu la yuflihu al-kafirun. Me të vërtetë jo besimtarët nuk shpëtojnë.
Le tha Allahu subhanahu wa taala në fund: "Tilka ad-daru al-akhiratu naj'aluha lil-ladhina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasada wala aqibatu lil-muttaqin." Bota tjetër, vendqëndrimi i botës tjetër është vend të cilën Allahu e ka përgatitur për ata të cilët nuk dojnë kryelartësi, çrregullim në tokë. Dhe më të vërtetë përfundimi është për të devotshmet. Këto ishin disa ajete kuranore që flasin për gjendjen e Karunit dhe popullit të tij. Dhe ndarja e njerëzve ka shi asaj që Allahu xhelle xhelaluhu i kishte dhënë Karunit. Këto ajete që i lexojmë na nuk janë vetëm histori. Nuk e përcjell Allahu xhelle xhelaluhu vetëm një histori që ka ndodhur kryma veti. Jo. Allahu për çdo ngjarje, për çdo ajet, për çdo fjalë në ajet, ndoshta ndonjëherë edhe për çdo shkronjë në ajetë kuranore Allah na jep mësim. Pse është përdor shonja f e nuk është përdor shonja wow? Edhe këtu kanë zënë mësimet dietarët. Wa edhe fe. Dikush thot po çka ka lidhje wa edhe fe njëjtë, ato çati parja. Jo, Allahu xhël xhël do me një shkronjë me na mësu neve, me na dhënë mësim neve. Sikur përmendet feja në filan vend dhe ka për qëllim me nxitur më shpejt. Fastabiqul khairat. Nxitoni shpejt. S'ka thon wastabiqul khairat, ka dallim wa edhe fe edhe në për vende tjera, edhe ajetet kuranore, edhe fjalët në ajetet kuranore, Allahu neve na jep mësim. Te pjesa e para ajeteve, çka tha Allah? Dhe çka nxjerrin prej mësimeve? Inna Qaruna kana min qaumi Musa. Qaruni ishte prej popullit të Musait. Çka mësojmë në këtu? Çka përfitojmë në këtu? Kanë thënë dietarët. Mësimi këtu, hurtësia këtu që na mësojnë, e para është se Musa alayhis salam ka qenë prej pejgamberëve të zgjedhur të Allahut. Ndër pejgamber, prej 5 pejgamberëve të zgjedhur, ulul azmi min ar-rusul. Ibrahim alayhis salam, Nuh alayhis salam, Ibrahim alayhis salam, Musa alayhis salam, Isa alayhis salam edhe Muhamedi sallallahu alaihi wasallam janë 5 pejgamberë të zgjedhur ndër pejgamberë tjerë. Të dalluar ndër pejgamberë tjerë. Dhe Allahu xhël xhelalu në Kur'an neve na përcjell shumë prej ngjarjes së Musa alayhis salam me Firaonin, me Karunin dhe me Hamanin. E Allah për na thot neve, Karuni ishte prej popullit të Musait. Fabagha alejhim, dhe ishte i padrejt kundër tyre, ndaj tyre. Kanë thënë dietarët, mësimi që na nxjerrin këtu është se nacionaliteti jot nuk të bën dobi tyje me shpëtu para Allahut subhanahu wa taala. Kush do qofshti? Nuk i bani dobi Karunit, pse ishte prej popullit të Musait alayhis salam. Si bani dobi? Nuk i bani dobi Ebu Xehlit, që ishte prej Kurejshve, prej fisit të dalluar ndër arabët. Si bani dobi kur gjë? Nuk i bani dobi Ebu Talibit, pos në paksim të dënimit për gjithmonë nga xhenemit. Pse ishte migji pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Nuk i bani dobi Ebu Lehebit, se ishte migja e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Bile pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur filloi haptazi me bë thirrje në adhurimin e vetëm të Allahut subhanahu wa taala dhe braktisjen e asaj që adhurohet pas Allahut subhanahu wa taala, u ngrit me një kodër në Mekë dhe i thiri fiset e Mekkës. Dhe ju drejtu migjës vet, Abbasit radhiyallahu anhu. Tha o migja jam, shpëtoje vetëm tënde prej zjarmit, prej dënimit Allahut, për shkak se unë nuk mund me të ndihmu kur gjë për Allahut. I tha vajzës së vet, o i Fatime, e bia Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, shpëtoje vetën tënde prej zjarmit, se unë nuk mund me të ndihmu për Allahut subhanahu wa taala. Karun ishte prej popullit të Musait, në mëson edhe Allahu xhël xhelaluhu se nacionaliteti jot, kabilja jote, fisi jot, mahalla jote, vendi ku ti je, nuk të bojnë dobi me shpëtu prej para Allah subhanahu wa taala,
pos në qoftë se ti e ke bë fen për Allahun subhanahu wa taala. Pos në qoftë se ti je largu prej kufrit dhe shirkut dhe ke besuar Allahun subhanahu wa taala. Dhe kështu ishte ngjarja me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, dhe kështu ishte ngjarja me pejgamberin e Allahut xhelaluhu. Çfarë tha Ibrahim alayhis salam babës vet? Ja abati la ta'budi ash-shaytan, inna ash-shaytana kana lir-rahmani asiya. O baba jam, mos adhuro shejtanin, se shejtani e ka kundërshtuar Allahun subhanahu taala. Nuk I bani dobi babës së Ibrahimit alayhis salam, se e kishte djalin pejgamber të zgjedhur të Allahut, nuk I bani dobi. Në zjarr xhenemit ka më qenë përgjithmonë. Dhe kjo neve në mëson se nuk na bën dobi kur gjë për Allahut. Pretendimet dhe përkatësimet tona, në qoftë se na marrëveshjen tonë me Allahun e kemi prish, ose marrëveshjen tonë me Allahun e kemi cënuar, kemi lënë mangësh diçka prej marrëveshjes tonë me Allahun xhelaluhu, a marrëveshja jonë me Allahun është atë ditë kur Allah subhanahu wa taala I ka nxjerrë shpirtat prej shpinës së Ademit alayhis salam dhe ka marrë premtimin që Allahu është Zoti jonë dhe na kena përuar. Çush është tek në surën Al-A'raf, të gjithë kemi thënë bela, po ti je Zoti jonë, ti je I adhurumi jonë, ti kena të adhuruar. E sot nuk na bëjnë dobi neve pretendimet se unë jam shqiptar, ose unë jam arab, ose unë jam turk, ose unë jam serb, ose unë jam malazez, ose unë jam gjerman, ose unë jam çka jam. Jo. Ajo çka bën dobi te Allahu, tha Allahu në Kur'an, inna akramakum 'inda Allahi atqakum. Më I miri për juve është te Allah, më I miri për juve te Allahu është ai I cili është më I devotshëm. Jo ai I cili ka filan nacionaliteti, te Allahu. Te Allahu është kështu. Kur e përmendi Allah këtë ajet, pasi që na mësoi neve dhe na informoi tha, na ju kena kriju juve popull dhe thise. Për çka? Li ta'arafu, që ju të njiheni mes veti, këto shqiptar, këto serb, këto grek, këto bullgar, këto turq, këto gjerman, këto francez, edhe kështu me radhë. Që ju të njiheni mes veti. In akramakum indallahi atqakum. Dhe më I miri prej krejt juve te Allahu është ai I cili është më I devotshëm. Pra ka mundësi me qenë ai serb, e pra në Islam edhe është I devotshëm, dhe është më I miri te Allahu se sa një person nacionalitet tjetër, qoftë gjermanaj, qoftë francez, qoftë shqiptar dhe kështu me radhë. Pyetja te Allahu xhalla xhelaluhu subhanahu wa taala. Mësimi I dytë, pasuria din me ja hub busullën njerëzve. Pasuria din me qenë në shumicën e rasteve shkaktare që mi bën njerëzit shtypës, që mi bën njerëzit me haru Allahun subhanahu wa taala. Pasuria ishte shkaktare që ja humbi busullën Karunit. E populli I tij e përkujtoi. Populli I tij e përkujtoi. I thanë, ke për qëllim me këtë pasuri botën tjetër. Mos ban fesad to. Kjo na mëson neve që në qoftë se na jepet neve pasuria, në qoftë se neve na jepet pasuria, po edhe në qoftë se neve na mirret pasuria, e humbi pasurinë, na duhet të vazhdojmë të jemi rob të Allahut subhanahu wa taala. Na duhet të ditë rrugën tonë. Na nuk duhet të humb busollën tonë. Kur kemi dhe kur s'kemi, në të dy gjendjet duhet të qenë rob të Allahut subhanahu wa taala, rob në fukarallëk edhe rob në pasuri. E thon dietar, në shumicën e rasteve din, pjesën dërmuesit njerëzimit, din pasuria me humb busollën njerëzve, me qenë shtypës. Mos me pa për tokë kur gjama. Me këshyr veç për havaje. Për pos atyre që I ka zgjedh Allahu xhelle xhelaluhu dhe u ka dhënë pasuri dhe me atë pasuri do të marrë kënaqësinë e Allahut subhanahu wa taala. Mësimi tjetër është që kur Allahu xhelle xhelaluhu I jep dikujt pasuri, I jep dikujt autoritet, I jep dikujt pushtet, I jep dikujt nam, duhet me bë niyet botën tjetër. Namin me shfrytzu për kënaqësinë e Allahut.
autoritetin me shfrytzu për knatësinë e Allahut. Forcën me shfrytzu për botën tjetër. Pasurinë me shfrytzu për botën tjetër. Diturinë me shfrytzu për botën tjetër. Këtë mësim e kanë nxjerrë dietarët prej fjalës së Allahut kur populli i tha: "Idh qala lahu qaumuhu", dhe kur populli i tij i tha: "Wabtaghi fima ataka Allahu ad-dar al-akhirah". Dhe shikoni subhanallahu, këtu flitet Karuni njifet për pasurinë e tij, mirë ka qenë edhe i fuqishëm, ka qenë edhe me autoritet, edhe ka pas dituri. Ka pas informacione. E Allah tu nuk i tha në atë, si tha popullit pasurinë se ka dhënë ty Allah, po i tha: "Wabtaghi fima ataka Allah", dhe në atë që ty ta ka dhënë Allahu, bëhet qëllim botën tjetër. Dhe Allah i ka dhënë shumë sende, i ka dhënë pasuri, i ka dhënë nam, i ka dhënë autoritet, i ka dhënë forcë. Dhe me këta neve nësën Allahu që gjithë shka që na kemi, qka do qofta jo? Dikush ka autoritet, s'ka pare, autoritet ka, i hecë lafi. Dikush ka pare, dikush ka dituri, dikush ka forcë. Krejta këto të shfrytëzojna për marit knatësinë e Allahut subhanallahu. Ta bëjna nijet për marit knatësinë e Allahut subhanallahu dhe mos kemi për qëllim knatësitë e kësaj bote. Dobia e tretë, yanbaghi lid-da'i an yudhakkira al-mad'uwa bi ni'mati Allahi ta'ala. Është rrugës dhe duhet patjetër që kur këshilluesi flet me atë çka e ka karshi, fillimisht dhe don me këshillu diçka dhe don me e drejtu drejt diçkaj të mirë dhe don me largu për diçkaj të keqe, duhet mja fillu mja përmend të mirat që ja ka dhënë Allah subhanahu wa taala. Të mirat që ja ka dhënë Allah subhanahu wa taala. Begatit që ka dhënë Allah. A begatit të Allah ndaj neve, kemi thonë shpesh, janë të panumër ta. Nuk ja dim fundin, as sunin numërojmë. Kur të flasim me njerëz, duhet me fillu me ja unjet mirat që Allah ja ka dhënë. Duhet me fillu prej shëndetit të vet, prej vetës të vet, prej trupit që ajo ka, prej shpirtit që e ka gjoksin e tij, dhe krejt begatit tjera që ka dhënë Allahu subhanahu wa taala. Dhe kur ti vjen të mirat e Allahut dhe ndonjë problem apo sprova të mundshme të kësaj bote, kena më pas që të mira kena shumë më shumë sa sprova. Do ta shohim që të mira kena shumë më shumë. Veç me e bë llogari sa ban syni jot, po sa ban të dy syt, po sa ban vetëm gjuha jote, nofulla jote, po sa ban truni jot. Ama këtë në nuk e bërë llogari. Se gjuha e gjendjes tonë, sikur na thot neve që du të me e pas këtu ne. Trunin du të me e pasu ne. Kush ka thonë që du shme e pas? A disa njerës kanë pas trunin dhe se kanë trunin. Do të e kanë trunin fizikisht, po s'ju punon. Është fshi, krejt është fshi. A disa njerës e ka pas syni si ka syt më. Ose nuk e ka një sy. Ose se ka një në ndorë, ose të një durt, ose kanë edhe kështu më radhë. Kush ka thonë që pa tjetër e kiti me e pas? E në qofë se e ke, a e begati Allah ndaj teja. Allah të ka thonë dhe të ka begatu Allah që të gjeralu. E ta që me logarit, sa kushton dora jote? Nuk i vënohet bet shmim? Si vënohet shmim? Së shmimi në shumë i lartë. E sa të mira, jashtë atë trupit tonë. Pra duhet që njerëzve në një tjetrit na t'ja përkujtojmë të mirat dhe begatit që ne ka dhënë Allahu subhanahu wa taala. Begatit që ne jep neve Allahu xhelalu nuk duhet me e bën një jetë me bukeq. Nuk duhet me e bën një jetë me bukeq. Jo, nuk duhet me bukeq. Se me bukeq është edhe një jetë dhëtë me bën. Se ka mundësi të e bën një jetë me bukeq, po s'mundësot me bukeq. Edhe kjo është keq. Wala tabghi, dhe mos ki përsynim me bo keq dhe me bo shregullim tokë me ato që ti ka dhënë ty Allah subhanahu wa taala, pasuria, autoriteti, forca, dituria dhe kështu me radhë. Po mundojo që me arrit kënaqësinë e Allahut subhanahu wa taala. Ka thënë dietarët, le të ketë kujdes njeriu
Let ketë kujdes njeriu me kujdesin më të madh prej fjalëve une. E bana, e jemja, e arrita, kujdes. Kujdes se këto shprehje janë shkatruese. Moment që njeriu fillon une, prej këtu fillon dështimi i tij. Kjo është formula e dështimit. Moment që njeriu thot une. Kjo është momenti i dështimit të iblisit. Illa iblisi aba wastakbara wa kana min al-kafirin. Tha Allah, përpos iblisi që nuk bën sejdë, u bë kryelart dhe ish për jo besimtarëve. Pse u bë kryelart? Se tha une, mua, e imja, uneja. Firauni tha, të mijat janë këto. Lumet, të mijat janë. Toka, e imja është. Iblisi ja përkatësoi meritën karshi Ademit vetës, tha unë jam më i mirë saj, ana khairun min, unë jam më i mirë saj. Më ke krijuar më prej zjarrit, ke krijuar ata prej lloçit. Kujdes çdo musliman dhe çdo muslimane, besimtare, prej fjalës une. Po çdo herë, për çdo send që na kemi, me cilën na rrethojmë, t'ja përkatësojmë Allahu xhalla xhelaluhu. Allahu subhanahu wa taala ma ka mundsuar mua me bokët. Jo une. Ka mundësi të njerë në ndodh, duke po muhabet e them këtë shprehje. Mirë po, në kokën tonë me akina që ajo dihet që Allah, jo, thuje, me gjuhë thuje Allah. Jo dihet. Jo me thonë, po dihet që Allah më ka thonë. Jo, thuje Allah më ka mundësua. Allah më ka mundësua. Se dhe Karuni ka pasin, po ka qenë krelart, ka qenë shtyps, dhe e ka përkatësu vetës vetë. Dhe jo Allahut subhanahu wa ta'ala. Ka thënë djetarët, njerëz e dijes, njerëz e ditur, e din në realitetin e gjanave. E din realitetin e gjanave. Tu njerëz e dijes, që i thanë? Thanë, mirë për juve, po begatia Allahut, shpërblimi Allahut, xheneti Allahut, është më i mirë për atë i cili beson Allahun dhe bën punë të mira. Këtu begatia, merita i shkon njerëzve të dijes. Sa Allah tha, e atyre të cilë i është dhënë ilmi, thanë, mirë për juve, thawabullahi khair. Shpërblimi i Allahut është më i mirë për juve. Mirë për njeriu, ka qef me e prejk pak. Ka qef me e pa me sy. Njeriu khulika el-insanu min ajal, njeriu është hyrë prej shpejtës. Ka qef shpejt me për rezultatin. Ka qef dy sejdë me i bë, dhe fytyra me i bë, nur me i bë. Nërësir me bof dritë ftyra ti. Kështu ka qef njeriu. Kështu do njeriu. Mirë po, na duhet me qenë të bindur se shpërblimi i Allahut në botën tjetër, xheneti i Allahut është shumë më i mirë për neve sa begati që njeriu mund të mi fitun këtë dunja. Apo edhim hadith me pejgamberin sallallahu alajhi wasallam se do të mirët njeriu i cili më shumë ti është kënaqur këtë dunja. Për një çast ka më fut në zjarr xhenemit dhe kanë më nxjerr. Edhe kanë më pyetur, a ke pa mirë ndonjëherë? Kam thënë kur s'kam pa mirë. Dhe ka marrë njeriu i cili më shumë ti ka hequr këtë dunja. E ka pas gjendjen shumë të vështirë në këtë dunja. Për një çast ka më fut në xhenet dhe ka më nxjerr jashtë. A ke pa keq? A ke hequr ndonjëherë? Kur s'kam pa keq. Pse? Për shkak se shpërblimi i Allahut është më i mirë për neve. Po lëm për atë i cili e kupton këtë. Lëm për atë i cili e kupton që një dhikr, një faqe leximit Kuranit, një sejdë, dy rekat namaz, një sadaka, sa do qoftë ajo, e kupton, lëm për atë që e kupton se kjo është më e mirë sa me pas shumë prej pasurisë në këtë botë. Për pas asaj pasurie
të cilën Allahu ja ka dhënë njerëzve dhe ata ditën dhe natën shpenzojnë në rrugën e Allahut subhanahu wa taala. Kjo pasuri është e lavdruar. Allahu na dhash si pasuri që më dhon fi sabilillah. Ama shumica e njerëzve anojnë të kjo pasuria e dytë. Anojnë të kjo pasuria e dytë. Ka thënë dietar, kur Allahu don me godit dikan me dënim, s'ka kush me ndihmu. Kur Allahu don mos me të lënë rahat, kur rahatlëk së nxejnë. Pos atëherë kur ka me dash Allahu subhanahu. Allahu kur dasi me shkatru Karunin, çka tha? Nuk pat kush me ndihmua. S'pat. Pasuri e përmendëm. Pasuri ka pas aq shumë sa që qelësat e depove një grup për njerëzve të fuqishëm që një kanë mojt. Po pasuria ka qenë ekstreme. Si bani dobi. Autoriteti, si bani dobi. Forca, njerëzit nuk i banë dobi. Kur Allahu don me godit i kanë me një dënim, kur Allah don me sprovu i kanë, s'ka kush që ndihmon. Dhe na këtë duhet me kuptua, që me pas frikë Allahu subhanahu wa taala, kur i bën mëkat Allahut, na kujtohet se ka mundësi Allah për këtë mëkat që ja bën Allah, me na godit në një sprovë që s'ka mundësi kërkush me na largue. Por pas Allahu xhelalu. Dhe kjo më na bën neve të vazhdueshëm në nështrim dhe Allahut, në frikë respekt dhe Allahut subhanahu wa taala. Ka thënë dietar, ata të cilët me atë të cilën u ka dhënë Allahu, synojnë kryelartësinë këtë dunja, synojnë çrregullimin këtë dunja, janë prej njerëzve që nuk do të gëzohen në botën tjetër. Pse? Për shkak se Allahu thënë në Kur'an, në surën Qasas, në këtë varg të ajeteve, tha dhe bota tjetër është për ata të cilët nuk dojnë kryelartësi edhe nuk dojnë çrregullim në tokë. Dhe përfundimi është për njerëz e mirë. Dhe përfundimi është për njerëz e mirë. Fitimin kanë me pas njerëz e mirë çdo herë. Qoftë këtë botë, qoftë në botën tjetër. Dhe kjo neve na mëson që preokupimi jon kryesor duhet të qenë na me u bë njerëz të mirë, na me qenë të devotshëm, na me pas frikë respekt ndaj Allahut subhanahu wa taala. Në çfarë arrim kët, në çfarë arrim kët, ne do të jemi fitimtar pa pikë dyshimi në këtë botë edhe në botën tjetër. Elusim Allahun që Allah na fal mëkatet tona. Wa subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.